Historia e pabesueshme e supermodelit që besoi se ishte alien. Sekti i mori 20 vite jetë dhe mbi $4 milion. Hoyt Richards, një nga supermodelët më të njohur meshkuj të viteve 80-90, jetoi një jetë të dyfisht. Ndërsa në pasarela punonte me markat më prestigjioze të modës dhe fotografoi nga emrat më të mëdhenj të industrisë. Në jetën private ishte nën kontrollin e një sekti që i kushtoi karrierën, pasurinë dhe marrëdhëniet me familjen. Historia e tij rrëfehet në dokumentarin Bathing Through the Darkness, ku Richard tregon për herë të parë se si u manipulua nga Frederick von Mierers, një person që ndërtoi një kult të bazuar në teori mistike, mashtrime dhe kontroll psikologjik. Një takim që ndryshoi gjithçka. Gjithçka nisi kur Richard ishte vetëm 16 vjeç. Në një plazh në ishullin Nantucket të Massachusettsit, ai u njoh me Frederick von Mierers, një burr rreth 30 vjeç, karizmatik dhe shumë bindës. Von Mierers filloi të fliste për filozofinë lindore, astrologjinë dhe rimishërimin, por mbi të gjitha e bindi adoleshentin se ishte një njeri i jashtëzakonshëm, me një mision të veçantë në tokë. Me kalimin e viteve, ndërsa Richard studionte në Universitetin Princeton, ndikimi i tij u bë gjithmonë dhe më i fortë derisa ai filloi të besonte më shumë guru se sa familjes apo miqve të tij. Frederick von Mierers, emri i vërtetit cilit ishte Fred Meyers, nga Brooklyn, e paraqiste veten si aristokrat europian dhe pretendonte se ishte pushtuar nga një qenie jashtëtoksore nga ylli Arcturus. Ai thoshte gjithashtu se ishte rimishërimi i profetit Jeremia dhe se fundi i botës do të vinte në vitin 1999. Sipas tij, vetëm njerëzit fizikisht të përsosur do të mbjetonin dhe do të udhëhiqnin njerëzimin në një epokë të re. Dhe për këtë arsye ai rekrutonte kryesisht modele të bukura, të cilat i konsideronte të zgjedhurit. Në grup u përfshin disa emra të njohur të modës, ndërsa supermodeli italian Fabio Lanzoni u largua shpejt pasi kuptoi se diçka nuk shkonte. Sekti i quajtur vlerat e përjetshme kontrollonte çdo aspekt i jetës së antarëve. Ata inkurajoheshin të shkëputnin kontaktet me familje, të jetonin së bashku dhe të bindeshin pa kushte udhëheqësit. Von Mierers vendoste çfarë duhet të hanin, me kë mund të kishin marrëdhënie dhe madje përdorte poshtrimin publik për të mbajtur nën kontroll ata që e kundërshtonin. Një tjetër burim fitimi ishte shitja e gurëve të çmuar, të cilëve u atribuoheshin fuqitë shëruese. Përmes vlerësimeve të reme dhe këshillimeve shpirtërore me pagesë, ai përfitoi miliona $, nga ndjekësit e tij. Në kulmin e karrierës së tij, Hoyt Richard ishte një nga modelet meshkujt më të paguar në botë. Ai punoi me stilisten Donna Karan, u fotografua nga Bruce Weber dhe pozoi krah Cindy Comfort. Megjithatë, thuajse të gjithë ardhurat e tij përfundonin në llogarinë e sektit. Vetë Richard besonte se ishte një ndërgjegje aliene nga Arcturus dhe se kishte një rol vendimtar në shpëtimin e njerëzimit. Sipas vlerësimeve, gjatë 20 viteve ai i dhuroi sektit mbi $4 milion. Nëna dhe motrat dhe vëllezërit e Richards nisën të dyshonin kur ai filloi të fliste për alienët dhe t'i transferonte të gjitha fitimet familjes von Mierers. Ata organizuan dhe një përpjekje për ta larguar nga sekti, por dështuan. Pas kësaj, Richards ndërpreu pothuajse çdo kontakt me familjen, duke besuar se ata përfaqësonin energji negative, hetimi që zbuloi kultin. Në vitin 1990, gazetarja Brenner publikoi një investigim në revistën Vanity Fair, kur zbuloi identitetin e vërtet të Frederick von Mierers dhe mënyrën se si ai mashtronte ndjekësit. Burimi kryesor i hetimit ishte modelja Jessica Adams, e cila vendosi të fliste publikisht. Vetëm 5 ditë para botimit të artikullit, von Mierers ndroi jetë nga komplikacionet e lidhura me AIDS. Richard ka treguar se ai dhe antarët e tjerë të sektit u kujdesën për të deri në fund, pa qenë të vetëdijshëm për rreziqet shëndetësore që ekzistonin atko. Megjithse udhëheqësi i sektit kishte vdekur, Richard qëndroi lidhur me grupin deri në vitin 1999, kur më në fund u largua. Ishte 37 vjeç, pa kursime, me karrierën e shkatërruar dhe me pasoja të rënda psikologjike. Në atë periudhë ndihma i erdhi nga miku i tij Fabio Lanzoni, i cili e strehoi në shtëpinë e tij në Los Angeles
e mbështeti financiarisht dhe ndihmoi të rikthente kontaktet me familjen. Sot 64 vjeçari jeton në Los Angeles, punon si aktor, producent dhe këshilltar për personat që largohen nga sektet. Ai ka rindërtuar marrëdhëniet me familjen dhe ka treguar historinë e tij në dokumentarin e Hubos, me shpresën se përvoja e tij do të shërbejë si paralajmërim për mënyrën se si manipulimi psikologjik mund të shkatërrojë jetën e një njeriu.